Thuhet se Arlinda Pogaj u detyrua të jap dorëheqjen se i ka ardhur radha për t'u arrestuar nga SPAK. Ish drejtoreshës së operatorit të blerjeve të përqendruara janë bërë gati letrat për në burg prej kohësh, por nuk ka qenë ky shqetësimi i kryeministrit Rama. Precedentet në mëparshëm tregojnë se Rama i ka mbajtur në detyrë drejtorët e akuzuar nga SPAK deri në fund, madje edhe në arrest shtëpiak. Faktet flasin për një përplasje të madhe, e cila ka bllokuar tenderin e pastrimit të Bregdetit dhe sipas burimeve është dashur të ndërhyjë kryeministri për ta zgjitur. Në mes të këtij dueli, pala e padukshme është oligarku Shkëlqim Fusha, i cili është përfituesi i hershëm i parave të pastrimit të plazheve. Fushës i kanë dalë disa pengesa këtë vit për të marrë fondin 2.1 miliard lek. Kompania e tij nuk arriti as të bënte ofertë pasi një konkurrent i fortë kërkonte të ndryshonte kriteret e tenderit. Pronari Luan Kapri i Rej SHPK, në anketën e tij në KPP, linda të kuptojë se kriteret ishin bërë për një emër të përveçëm. Ne kemi dyshime që ky veprim është bërë për të shmangur konkurrencën e ndershme dhe operatorët të cilët kanë provojë në këto shërbime, thekson Kapri në denuncimin e tij në KPP në 27 prill 2026. Gjatë këtyre përplasjeve, Edi Rama u mundua të fitonte kohë duke organizuar aksionet e administratës dhe të ndërmarrjeve bashkiake të pastrimit që mblidhnin veturinat dhe pastronin rrërën në Bregdet. Ndërkaq, filloi sezoni turistik dhe tenderi i pastrimit mbeti i bllokuar. Sipas burimeve konfidenciale, kjo situatë që shoqërohej me ankesa nga bashkitë, por ndoshta edhe nga oligarku Fusha, e detyroi Ramon të përdorë sopatën e tij të zakonshme për të zgjitur nyjen. Në të njëjtën ditë të pësuan drejtoresha e tenderave Arlinda Pogaj dhe biznesmeni Luan Kapri. Biznesmeni Kapri, ortaki i Gëzim Salillarit, ose siç njihet ndryshe Gëzimi i Kashtës, e dinte se nuk mund të fitonte në tenderin e pastrimit të plazheve, por bënte presion. Në këmbim donte të merrte ndonjë kontratë më të vogël. Kapri e kishte vënë syrin paralelisht edhe dy tenderave të tjerë: mirëmbajtja e gjelbërimi i Spitalit Universitar të Traumës dhe pastrimi i QSUT-s. Këto i mbajti peng me ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik për gati 9 muaj. Të tre tenderat, pastrimin e plazheve dhe gjelbërimin, por edhe pastrimin e QSUT, i organizonte operatori i blerjeve të përqendruara, i drejtuar nga Arlinda Pogaj në varësi direkte të ministrit të ekonomisë Blendi Gonxha. Sipas rufeve të Ramës, Luan Kapri jo vetëm që nuk do të merrte asnjërin kontratë, por do t'i vinte një ndëshkim më i madh. Më datë 11 qershor 2026, Agjencia e Prokurimit Publik mori vendim ta përjashtonte kompaninë Rej SHPK për 6 muaj nga tendrat publik. Ky është një skualifikim me pasyra të mëdha për Kaprin. Kjo do të thotë se Rej nuk do të marrë pjesë nga torta e fondeve të projekteve që po ndalen para zgjedhjeve vendore të vitit të ardhshëm. APP kishte nisur procedimin administrativ për përjashtimin e operatorit ekonomik Rej SHPK nga e drejta për të fituar kontrata publike për keq informim për qëllime kualifikimi në procedurën e prokurimit. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin me objekt shërbim pastrimi për Spitalin Universitar të Traumës me fond limit 245 milion lek të reja pa të vëshë. Kjo procedurë është mbajtur më 20 tetor 2025. Sipas dokumentit, APP është vënë në lëvizje nga vendimi i datës 20 janar 2026 i drejtuar nga KPP, ku i është propozuar APP-s nisja e hetimit administrativ për operatorin ekonomik Rej SHPK. KPP dhe APP janë dy institucione në varësi të kryeministrit Rama që kontrollohen fort prej tij. Shkresa e saj kishte humbur zyrtarëve, por u gjet pas 5 muajve që përkon me kohën kur Rej SHPK po bënte rromuj për tenderin e pastrimit të Bregdetit. Në rrethana të tjera, shkelet e Rej SHPK do të ishin toleruar dhe në fakt ishin anashkaluar nga muaji janar deri në qershor 2026. Referuar dokumentacionit fizik të paraqitur rezulton se operatori ekonomik Rej SHPK rezultonte se një autobot me qera në kohën që Rej SHPK i kishte deklaruar në mjetet e disponueshme, po ashtu nga tresa kishte lidhje edhe me një mjet për largimin e mbetjeve. Një punonjës kopshtar që në listë pagesë ishte shënuar si shtrues pllakash. Për këtë shkelje, APP ka vendosur të përjashtojë operatorin ekonomik nga e drejta për të fituar kontrata publike për 6 muaj duke nisur nga data 11 qershor 2026. Ndërkohë që APP bënte hetim administrativ, Luan Kapri luftonte në KPP për 8 tendera njëherësh. Por më të rëndësishmet janë 2 lotet e pastrimit të Bregdetit. Tekstet e 2 ankesave për të 2 lotet janë së 2.ui dhe kërkojnë modifikimin e kritereve. Kontrata shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare është ndarë në 2 lote. Përkatësisht, loti 1 shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavaj dhe Pogradec. Ndërsa loti 2 për sa i përket bashkive Rrogozhin, Divjak, Fier, Vlorë, Himar dhe Saran. Fondi limiti i caktuar për këtë punë është 207.6 milion lek të reja pa të vëshë, i ndarë në 108.2 milion lek për lotin 1 dhe 99.4 milion lek për lotin 2. Tenderi ishte caktuar të mbahej më 18 maj 2026, por tashmë është pezulluar nga 2 denuncimet e Luan Kaprit. Rej shtron ankesat e tij, lidh argumente për
përse kriteret janë në shkelje të ligjit mbi prokurimin. Sipas Anki Muasi, thuhet se disa kërkesa janë të paplotësueshme sepse nuk lidhen me objektin e tenderit. Sikurse rezulton në formularin e specifikimeve teknike, por edhe në formularin e shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit nuk është paraqitur asnjë zë shërbimi që ka të bëjë me vendosje të jo më pak se 20 tualeteve portative të përshtatshme për instalimin dhe stacionimin në zonat bregdetare. Nga ana tjetër, edhe sikur të ishte parashikuar një gjë e tillë, enti konkurrues duhet të sigurojë edhe për marrjen e lejeve me qëllim vendosjen e tyre në vendin dhe në kohën e caktuar. Ky është një detyrim i investitorit, këmbgul denoncuesi. Mos ndoshta këto kritere në mënyrë të tërthort çojnë tek ndonjë operator ekonomik i caktuar, pyet Luan Kapri. Në fakt, të gjithë dinë se operatori i caktuar është fusha SHPK. Që për vitit 2022 deri në vitin 2025, tenderat për pastrimin e Bregdetit janë zhvatur nga fusha SHPK. Fillimisht kontratat janë dhënë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, ndërsa më pas nga operatori i blerjeve të përqendruara, ndërsa vlera e këtyre kontratave ka ardhur në rritje nga viti në vit. Nga ana tjetër, përsëritja e kontratës për shkëlqim fushën bën kontrast me mungesën e pastërtisë në plazhe, fakti evidentuar nga vetë institucionet. Megjithatë, Luan Kapri nuk ka qenë i vetëm në përplasjet e tij me palën tjetër, që synon tenderin e pastrimit të Bregdetit brenda 6 muajve. SHPK ka depozituar 20 ankesa për 8 tendera. Nuk ka humbur asnjë lek nga tarifa ankimimit në KPP. Parapagimi i tarifës nga operatori ekonomik ankimues ose operatori ekonomik i interesuar është kushti domosdoshëm për pranimin dhe shqyrtimin e ankesës. Kjo vlerë është 0.4 dhe 0.5% sipas llojit. Në rastin konkret, tarifa që i shkon arkës së shtetit për të dy lotet bashkë është afro 8 milion lek. Në të dyja rastet, SHPK e ka marrë mbrapsht tarifën sepse ka marrë vendime pozitive të pjesshme në KPP. Vendimet për Luan Kaprin kanë brenda një pikë të veçantë. Kërkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga operatori ankimues SHPK. Në këtë mënyrë, KPP dhe Kapri kanë vazhduar së bashku lojën deri në momentin kur shpërthyen rrufet nga lart. Më 2 qershor 2026, me vendimin refuzues ndaj ankesës së re të Luan Kaprit, nis kronologjia e kthesës në favor të palës së padukshme, që me gjas mund të jetë fusha. Në 11 qershor 2026 vjen ndëshkimi nga APP për Kaprin dhe po atë ditë është dorëzuar dorëheqja e drejtoreshës së OPB, Arlinda Pogaj. Detyrat kalojnë për puna e ndershme, vlerat dhe kontributi mbeten, shkruan Pogaj në rrjetet sociale pasi dorëzoi zyren në mënyrë të papritur. Ajo shkëlqim fusha peshku i madh që hëngri zyrtaren dhe biznesmenin. Për momentin, tenderi i pastrimit të Bregdetit akoma nuk ka një fitues, ndërkohë fusha është në hetim për llogaritë të dosjes së Erion Veliajt. Ndoshta ka peshë të tjerë në këtë telenovel korrupsioni ku SPAK rrje vëzhgon.